Pas një periudhe të gjatë në paraburgim, kryebashkiaku i Tiranës, zoti Elion Veliaj, do të paraqitet më në fund përballë gjykatës për të dhënë llogari mbi akuzat që rëndojnë ndaj tij. Data zyrtare e seancës gjyqësore është caktuar për ditën e martë më 1 korrik të vitit 2025 në orën 13. Ky proces gjyqësor pritet të jetë një nga më të ndjekurit nga opinioni publik dhe mediat, për shkak të profilit të lartë të pandeurit dhe natyrës së rëndë të akuzave që janë ngritur ndaj tij. Akuzat që rëndojnë mbi zotin Veliaj janë të shumta dhe të rënda, dhe sipas burimeve nga organet hetimore, ato lidhen me çështje që mund të çojnë në një dënim të konsiderueshëm nëse ai shpalet fajtor. Ky është një moment vendimtar, jo vetëm për fatin juridik të ish kryebashkiakut të Tiranës, por edhe për sistemin e drejtësisë në Shqipëri, i cili ndodhet në vëzhgimin e rrept të publikut për mënyrën se si trajton rastet e zyrtarëve të lartë. Megjithatë, mbrojtja e zotit Veliaj është shprehur optimiste dhe e vendosur për të përballuar këtë sfidë ligjore. Avokati i tij ka deklaruar publikisht se klienti i tij do të shpalet i pafajshëm dhe se të gjitha provat do të vërtetojnë se akuzat janë të pabaza. Ai ka theksuar se procesi gjyqësor do të jetë një mundësi për të hedhur dritë mbi të gjitha spekulimet dhe dyshimet që kanë qarkulluar për një kohë të gjatë në opinionin publik. Ky proces do të zhvillohet në një klim të ngarkuar politike dhe mediatike, ku çdo detaj pritet të analizohet dhe të diskutohet gjerësisht. Përveç dimensionit ligjor, kjo çështje ka edhe ndikime të mëdha në jetën politike të vendit, duke pasur parasysh pozitën që ka mbajtur zoti Veliaj në administratën publike dhe rolin e tij në zhvillimet e fundit politike në Tiranë. Në pritje të seancës së 1 korrikut, mbetet për tu parë se si do të zhvillohen ngjarjet dhe cili do të jetë vendimi i gjykatës. A do të dëshmohet pafajësia e zotit Veliaj apo do të përballet me një vendim të rënd penal? Koha do ta tregoj. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.